Sido që të jetë moti në Shqipëri, nuk do të kufizoj dëshirën e askujt për të shkuar në Teg. Teg është opsioni i parë për të gjithë ata që duan të bëjnë blerje dhe të argëtohen nga ofertat pafund. Këtë javë të gjithë ata që merren me sport dhe sidomos që janë të apasionuar pas futbollit, le të shkojnë tek dyqani i veshjeve sportive Adidas dhe Reebok, që këtë herë i kushtohet vërtet futbollit me çfarë. Në dyqanin Adidas dhe Reebok në Teg do të gjeni këpucë futbolli, topa dhe uniformat e ekipeve të huaja dhe atyre shqiptare me çmime fantastike. Tashmë uljet në Teg vijojnë dhe kanë filluar akoma dhe më shumë të çmenden. Dhe shembulli më i mirë është dyqani i këpucëve Mitsi Shoes, që është përballë me Piazza Italia, ku të gjitha ofertat janë pothuajse me 60% ulje. Por Teg u shmëndur akoma dhe më shumë sepse ka oferta të cilat mbrin deri në 70% ulje në çmimet e tyre. Ndërsa tek Cineplex, kinemaja e teknologjisë së fundit, vijon transmetimi i filmit autobiografik të Justin Bieber edhe këtë javë. Një super sukses në Cineplex ky film. Blerje, oferta, argëtim, ulje, gjithçka që doni e gjeni vetëm në Teg.